Gjatë një aksioni policor është sekuestruar një sasi e konsiderueshme marihuanës, gjithsesi rreth 9 ton marihuanë dhe mbi 1300 shishe me vaj kanabisi, ndërkaq në disa subjekte në rajonin lindor janë marrë mbi 31 ton marihuanë dhe material bimor. Pronajdeni se i odzemeni okolo 9 toni marihuana i nat 1300 shishinja proizvedeno maslo od kanabis. Od pravni lica, pak od istočniот region, odzemeni se nat 31 toni marihuana i biomasa. Kontrollet janë kryer në koordinim me doganat dhe Komisionin e Ministrisë së Shëndetësisë për kontrollin e bimëve me përdorim farmaceutik. Hetimet synojnë të përcaktojnë nëse sasia e konfiskuar kohët e fundit në Serbi ka origjinë nga vendi ynë. Со оглед на тоа што едно од осомничените и приведени лица во Република Србија е дел од сопстvenичката структура во правното лице од Скопје, извршени се детални проверки и контроли на количината која е затечена во правното лице и целосната документација која што е пронајдена во просториите на правното лице. Pas kontrolleve dhe verifikimeve janë konstatuar shkelje të shumta dhe mos përputhje të sasive të marihuanës që posedonte dhe prodhonte subjekti. Për këtë arsye, sasia e konfiskuar është marrë plotësisht. Policia do të vazhdojë hetimet në bashkëpunim me Prokurinë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa pas përfundimit të aksionit do të informojnë qytetarët për të gjitha detajet.